Deklarata juaj ishte goxha e fortë e bërë sot, prodhoi reagime nga Partia Socialiste e Shqipërisë, ajo e Tiranës, gjithashtu kjo e Tiranës specifikoi edhe Vorën në fakt përveç të tjerash. Nuk e kuptoj pse ka reaguar Partia Socialiste e Shqipërisë, unë nuk kam folur për Partinë Socialiste të Shqipërisë. Unë kam folur për bandat e rilindjes, të cilat janë të njohura jo vetëm në Lezhë, por edhe në gjithë Shqipërinë, që e kthyen Lezhën këto 4 vjet në një Sicili të dikurshme, dhe ju e dini shumë mirë dhe s'keni pse çuditeni asnjë as opinioni publik, që përpara disa ditësh unë kam qenë detyruar të shkoj në Lezhë, sepse nga persona në kërkim të rilindjes që bëjnë drogën në Lezhë, në mbështetjen e shefit komisariatit të policisë, i cili është kushëri i kandidatit 2 të rilindjes në Dibër, janë dhunuar në mënyrë të tmerrshme përfaqësues të Lëvizjes Socialiste për integritet. Sot ajo që ka ndodhur është tepër e rëndë. Unë sapo kam dalë edhe nga prokuroria e Lezhës, së bashku me 3 persona ku njëri prej tyre ishte viktima e një agresioni nga 2 persona të dënuar dhe në kërkim me emrin Ndoka dhe i tjetër me emrin Sakiq, të cilat u bën publike, të cilët me armë, secili prej tyre me armë, 3 me armë, në mes të ditës, në mes të shëngjimit, 100 metra larg qendre Votini, pranë një lokali, kam sulmuar zotin Florian Bushku, aktivist i Lëvizjes Socialiste për Integrim, e kam plagosur dhe kanë qelluar 2 herë me armë. Po pse e kanë bërë këtë zoti me ta? E kanë bërë se janë persona në kërkim, se janë persona dënuar, janë persona që bëjnë drogën në Lezhë, janë persona që mbrohen nga policia dhe kanë marrë detyrë nga shefi i rilindjes që do vëmojnë qytetarët shqiptarë dhe qytetarët lezhëan. Pse kanë bërë këtë para disa ditësh? Pse kanë bërë? Ju e dini ndoshta ose ndoshta vetë dini që policia nuk vepron, por për fat mirë ka qenë vetëm ministri i Brendshëm që ka arrestuar disa nga këta persona në kërkim me eskortën e tij përpara disa ditësh. Dhe kjo ndodh sepse janë të tmerruar nga verdikti që Lezhë do japi kundër bandave, që gjithë Shqipëria do japi kundër bandave. Dhe gjithë kjo ngjarje është filmuar, është dokumentuar, ne kemi qenë në prokurori, janë bërë gjitha veprimet, janë bërë gjitha kallëzimet dhe ajo që është më shokuese është që policia mashtron dhe gënjen kur thotë që gjetur një gëzhoj. Nuk është një gëzhoj. Janë 2 gëzhoja, sepse është qelluar 2 herë me armë dhe është qelluar nga 2 persona të ndryshëm. Ju thoni që janë porositur nga shefi i rilindjes, se keni të faktuar këtë zoti Meta si, në çfarë mënyrë? Patjetër, kjo është absolutisht e faktuar dhe gjithë platforma e dhunës është e faktuar edhe në Puk, edhe në Lezhë, edhe në Berat, domos në lagjen Çelepia, se di gjithë populli i Beratit që ndoshta na dëgjon tani live, edhe kudo në gjithë Shqipërinë. Janë bandat që i futin në parlament, janë bandat që u ka dhënë në Shqipërinë ta menaxhojnë me plantacionet e drogës kudo, dhe në këmbim tani u kërkon që të gradisin, të dhunojnë votën e qytetarëve lezhëan dhe votën e qytetarëve shqiptar. Kto që unë thash janë fakte, si mund dalin 3 persona, 2 nga cilët janë në kërkim, me armë, në mes të ditës, në mes të shëngjimit, përpara një shkolle, domethënë ku votojnë qendra kryesore e shëngjimit, dhe të qellojnë në armë. Mund të shpjegoni si mund të ndodhi kjo, pa mbështetjen e policisë, pa përkaren e policisë. Kjo nuk është hera parë që ka ndodhur në Lezhë. Kjo ka ndodhur në mënyrë të përsëritur. Por, absolutisht që rilindja është në gramat e saj të fundit. Kjo nuk ka lidhje fare me Partinë Socialiste, të dhunat nuk ka qenë një tipari i Partisë Socialiste, përkundërti. Partia Socialiste ka qenë viktimë e dhunës së Berishës së parë, dhe absolutisht që nuk do të bëhet e gjithë Shqipëria në 4 vite që vinë si Lezhë në këto 4 vjet që po mbyllen sot dhe për 4 orë, po do të bëhet edhe Lezhë, edhe gjithë Shqipëria një vend normal ku do të fundojë ligji dhe ku gjithë do të përgjigjen para ligjit. Po, zoti Meta ka rënë në sy një ngjashmëri e deklaratës fortë tuaj sot nga Lezhë me një deklaratë dhe po komentohet po nga Lezhë që u bë në 2013, atëherë ju keni paremruar zotin Berisha se ai do të humbi me çdo çmim, por çmimin e vendos ai, thatë atëherë. Këtë herë keni thënë përgjegjës për çdo gjë që do ndodhi, për çdo pikë gjaku që derdhet, është kërë rilindjes. Janë përgjegjës, po ja them edhe sot Edi Ramës, po ja them edhe Adi Hakiu, se po ja them emrin, se e dini gjithë. Në qoftë se ndodhi viktim, përgjegjësinë e kanë ata të dy bashkë. Nuk e ka njëri dhe jo tjetri, të 2 bashkë, sepse janë të 2 në krye të një skenari mafioz, ku policia në shumë segmente të vendit është vënë në funksion të bandave për të deformuar dhe për të dhunuar vullnetin e qytetarëve shqiptar. Prandaj dhe unë jam sot këtu në Lezhë, jam me gjithë ekipin tim, me gjithë eskortën time. Çdo të thotë me gjithë eskortën. Për të mbrojtur votën e ligjit të qytetarëve lezhëan, dhe u bëjtire gjithë lezhëanëve të dalin dhe të ndëshkojnë bandat.
Çdo nuk do të preket. Çdo thot se jeni me eskortën tuaj dhe miqtë tuaj në Lezhë. Unë jam këtu për të mbrojtur dinjitetin e qytetarëve të Lezhës dhe të gjithë Shqipërisë. Bandat nuk mund të vënojnë Lezhën, nuk mund të vënojnë Shqipërinë, nuk mund të marrin teng të ardhmen e këtij vendi. Kjo është histori që ka përfunduar me çdo lloj çmimi. Kjo bëhet me emër të lirisë, me emër të demokracisë, me emër të dinjitetit shqiptarëve. Shqiptari më mirë rritet se sa rrihet. Kjo është shprehje e vjetër. Dhe në atë se policia bëhet palë me banda siç është bërë këtu në Lezhë. Kjo është tashmë tepër provuar dhe ju dini që ministri ka kërkuar shkarkimin e shefit komisariatit Lezhës dhe disa shefa tjerë, por natyrisht Hakiu që më jemi në dini gjithë ta them punë telefon nuk mund ta pranoj se ai pa u vrarë shumë njerëz nuk mund të mendoj që ka shqetësime dhe ka probleme në Lezhë, por ne nuk kemi ndërmend të lëmë fatet e Lezhës, fatet e Shqipërisë në duart e bandave, gjithë burrat e Lezhës, gjithë trinjtë e Lezhës janë gati të mbrojnë të ardhmen e tyre në mënyrë që Lezhë jetë një qytet evropian dhe gjithë Shqipëria të jetë një qytet evropian, duke filluar nga mbrëmja sotme e patjetër nga mëngjesi nesër. Zoti Meta, faleminderit për këtë komunikim që patët me News 24. Dhe për të gjitha këto që unë thash. Faleminderit zoti Meta. Për gjithë temat që unë kam përmendur. Për të gjithë faktet që unë kam përmendur. Ekzistojnë prova, ekziston një opinion i tërë, në Shëngjin, në Lezhë, edhe kudo, dhe jam i bindur që janë bërë me përgjegjësi maksimale. Dhe mos thot zëvendësi i rilindjes kudo që vëzhgohet televizioni që kanë dhënë Klement Zguri urdhët që censurohen në deklaratat e Ilir Metës. Kjo nuk është e vërtetë. Kjo është një fake news dhe ju dini se kur është fati fake newsve në një fushat kaq të vërtetë. Faleminderit zoti Meta. Zoti Meta, faleminderit. Faleminderit. Ishim live me zotin Ilir Meta, presidentin e zgjedhur të shqiptarëve, ish kreun e Lëvizjes Socialiste.